kemi interes të shërbim publikut dhe të shërbim njerëzve nëpërmjet prodhimit ideve dhe alternativave të reja për punësim kryesisht. Po dhe ideve të reja për të shndruar totalisht sistemin e ndihmës edhe asistencës sociale si një sistem i cili të ketë në themet edhe vlerë kryesore punësimin social se sa ndihmën sociale. Se besojmë se kjo ndihmë sociale prodhon demelizëm social. Kurse punësimi social minimumi herë heq demelizmin, edhe heq përfitimin e padrejtë të atyre njerëzve që janë taft fizikisht për të punu, po marrin cyla do lek. Edhe nuk ja marrin shtetit mase, kështu jemi menune, se kështu kemi menu të ankore, jemi eduku se po ja marrim shtetit. Faktikisht na e marrin neve që punojmë ditë për ditë, se ne paguajmë taksa, edhe shteti shpërndan ato taksa te ndihma sociale. Ndihmë mund të marrin invalidët, edhe ato nëse kanë mundësi me punu, nuk kanë pse marrin ndihmë, po mund të marrin ndihmë shteti plus pagën për atë punë apo për atë shërbim që i ofrojnë publikut, apo komunitetit ose komunës ose lagjes ku punojnë, ose asaj ndërmarrje. Po hozim na këtë punë sociale, është mirë puna. Po hozim edhe shumë probleme në lidhje me korrupsionin sa i përket programeve të nxitjes punësimit, është krejt mirë, sepse ne e dimë se shteti ka një fond të përvitshëm prej minimumi $20 milion, ose $20 milion deri në €20 milion shkon, vit për vit, që është përndan këtyre kompanive të mëdha, kryesisht bizneseve fason, po edhe bizneset të tjera ju në Bregdetit, unë e di se në Bregdet për shkak kryesisht janë këto kompanitë për punimin të peshkut, sardeleve e tjera, peshkut vogël ose të konservimit të peshkut. Ato vinë me shfrytëzu krahun e punës, edhe bravo se fundit kjo është tregu, kjo është ekonomia e tregut. Po ato nuk kanë pse të ndihmojnë më tepër. Nuk kanë pse të motivojnë më tepër sepse ato tashmë kanë ardhur në Shqipëri sepse kanë një interes ekonomik. Cili është interesi ekonomik? Krahu i lirë i punës. Gjithë këto fonde nëse shpërndahen në favor të rive, sipërmarrësve të ri, sipërmarrësve që janë familjar po kanë interes me zhvallu biznesin e tyre. Sipërmarrësit i cili është i vetë punësuar, sepse sipërmarrës nuk është vetëm term, është filozofi. Se ne me atë edukatën 5 vjeçare, po edhe më këtë kaosin e rrëmujen e vlerave dhe të antivlerave këto 22 vite, minimumi i shohim sipërmarrësit, ato biznesmen, me fjalën biznesmen, i shohim si kapitalistët që shfrytëzojnë njerëzit dhe shfrytëzojnë gjithkënd, ato që janë me shumë forestrada, me shumë villa, me miredina, me luks e tjera. Edhe nuk i konceptojmë si një person që ka marrë përsipër përgjegjësi. Edhe kryesisht përgjegjësinë e prodhimit të vendeve të punës, se kjo është përgjegjësia më e madhe. Edhe një vetë punësuar, edhe ai illustracion që illustron kputucët atje në trotuar, edhe ai është një sipërmarrës, ka marrë përsipër që mos jetë më demel, edhe mos jetë tagari i atij sistemit të ndihmës sociale, sikur i tham se prodhon vetëm demelizëm, edhe prodhon vetëm çulaxhi, po prodhon njerëz që punojnë. Po patëm sa më shumë punëtor, sa më shumë njerëz që punojnë, nuk kemi demelizëm dhe kemi përparim. Familjeve edhe gjithë shoqërisë me atë që ne kemi mundësi për ta ofruar si kontribut pozitiv, si energji pozitive në jetën sociale të vendit pikë pari. Pastaj kemi menduar se këto energji tona mund të jenë me vlerë shumë fishe nëse ne i investojmë edhe politikisht në ideja alternativa politike. Kjo që sapo ju thash më përpara, kjo është një ide që ne kemi në platformën politike të Lëvizjes Shqipëriare. Ta shndrojmë krejt totalisht Ministrinë e Punës si një ministri me të vërtetë të punës, jo të papunës, jo ministri të demelave, demelizmit, po ministri të njerëzve që punojnë. Se deri tash parimisht gjitha investimet, qoftë edhe jo vetëm burim njerëzore, po edhe financiare, i ka pas një ministri tjetër. Kush ishte prioritet i kësaj qeverie që është tani? Ne besojmë se do kemi bashkëpunim të vazhdueshëm edhe shumë të frytshëm. Tashi neve na intereson të fokusohemi te ato projekte apo te ato investime që mund të jenë mikro, mund të jenë të vogla, të cilat do krijojnë rrjetin e gjithë atyre njerëzve që do përbanin gjithë atë filozofinë e sipërmarrjes apo të marrjes përsipër të prodhimit të vendeve të punës. Në mënyrë që këto 8 vitet e ardhshme të mos përfitojnë vetëm ato firmat e mëdha që ndërtojnë një rrugë të madhe apo bëjnë një tunel, po të përfitojnë sa më shumë njerëz të thjeshtë dhe sa më shumë njerëz që janë pa punë, po duhet të jenë me punë apo duhet të jenë të punësuar. Sepse kështu besojmë se eliminojnë edhe problemet sociale.
Jo vetëm ekonomia ka lidhje shumë me jetën sociale të vendit. Nëse një njeri është pa punë, atëherë ka probleme sociale, ka grinin familje, ka konflikte etj. Nëse është me punë, atëherë ka një farë baza apo një farë siguri ekonomike mbi të cilën mund të ndërtojë mirëqenien sociale. Po mirëqenie pa punë nuk ka. Kjo ishte institucioni numër 1, do Ministria e Punës, po kemi shumë ide të tjera. Apasapi pastaj do i trajtojmë bashkërisht dhe do marrim edhe ide tuaja dhe t'i pasqyrojmë pastaj në platformë politike të Shqipërisë. Ministria tjetër është Ministria e Rinisë, Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Se ne kryesisht bashkëpunojmë me të rinjt. Edhe jemi vetë të rinj, pretendojmë vetë jemi të rinj, po nuk i përjashtojmë moshat e tjera. Bile synojmë bashkëpunojmë me të gjitha moshat, edhe të vlerësojmë kontributin e të gjitha moshave, po kryesisht ne besojmë se rinia është më e motivuar, është plot me energji, edhe është më dinamike, në mënyrë që pastaj ta çojë përpara vendin edhe ta rri atë që ne synojmë mirëqenien e gjithë njerëzve, mirëqenien e gjitha familjeve. Mirë po, çfarë është bërë drejtarisht për rinin, çfarë është bërë nga kjo ministri? Shumë pak është bërë. Ministria e Rinisë, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Kulturës dhe Turizmit është fokusuar kryesisht te disa aktivitete kulturore, sidomos kur ka raste si këto të tanishmet, festat mëdha. Mirë po, Ministria e Kulturës është ajo ministri e cila do të orientojë politikat e zhvillimit të kulturës, jo thjesht merret me organizimin apo menaxhimin e eventeve të caktuara. Po ashtu është ajo ministri e cila duhet të merret me përcaktimin edhe orientimin e politikave të zhvillimit të turizmit, po jo thjesht vetëm të kontrollojë yjet e hoteleve, a janë me 3 yje apo me 4 yje apo me 5 yje apo i meritojnë ata yje apo si meritojnë etj etj. Është barabarë sikur ai fenomeni i Inspektoratit Punës te Ministria e Punës. Dhe nëse një ministër thjesht e mendon veten si një xhandar në krye të asaj ministrie, ai s'ka arritur asgjë. Nëse është një vizionar në krye të asaj ministrie apo të atij institucioni, atëherë po ka arritur shumë gjëra dhe shumë çka, sepse duke qenë një vizionar, jo thjesht orienton, po edhe nxit, edhe motivon bashkëpunëtorët e tij, motivon edhe publikun për të vënë në dispozicion të përmbushjes apo të plotësimit të atij vizioni dhe të atij misioni. Kemi edhe ide të tjera të reja, po bashkërisht pastaj do të diskutojmë hap pas hapi, pak nga pak. Këtu të pranishëm bashkë me mua, unë jam Edmond Dashni, kryetari i Lëvizjes Shqipëria e Re. Bashkë me mua është edhe Vullneti Dominen, kryetari i Lëvizjes Shqipëria e Re. Para se sa të them për vullnetin, do të them për Borën e cila drejton degën e Durrësit edhe koordinon gjithë punën me zyrën e Durrësit. Është një njeri aktiv, sikurse e njihni edhe ju vetë, shumë impulsiv, po këto impulse ne i cilësojmë si diçka shumë pozitive, sepse fundit neve na duhet të jemi impulsiv dhe energjik edhe dinamik, sepse nuk është thjesht vetëm emri Lëvizja Shqipëria e Re. Vetë fjala lëvizje do të thotë se do të jemi tankuar në lëvizje, po edhe e re është diçka që na duhet tani më. Shumë njerëz edhe shumë lëvizje politike apo parti politike pretendojnë të jenë të ri, por ne pikë parë synojmë të jemi të ri në mbinje edhe të ri në zemër, edhe në shpirt, pastaj edhe në mendje, edhe po ashtu rrjedhimisht edhe në veprime, edhe në komunikim me njerëzit. Krahas vullnetit kemi Vilma Kërqiku, e cila është nënkryetare e Lëvizjes Shqipëria e Re, edhe drejtuese e forumit të rinjve të Lëvizjes Shqipëria e Re. Hana na ndihmon shumë në disa institucione, vetëm të Lëvizjes Shqipëria e Re, po edhe te Fondacioni Banka e Ideve, që ne kemi partner dhe kemi shumë bashkëpunime të. Është edhe doktora Adili, përfaqësues i shqiptarëve të Maqedonisë me neve. Ju falenderojmë gjithëve që jeni këtu. Do shfrytëzojmë kohën duke pi diçka, thjesht edhe duke komunikuar pastaj bashkërisht, pak e nga pak, edhe duke mos pretenduar që ta shterrojmë këtu komunikimin dhe bashkëpunimin tonë, por ta vazhdojmë më tej, ditë për ditë, deri në zgjedhje dhe përtej zgjedhjeve, edhe kur ne besoj se do të kemi marrë besimin e publikut për t'i drejtuar këto dy institucione, ndoshta edhe institucione tjera. Ju falenderoj.